Pas skandalit viral, Davidi ul kokën. Pas kërcënimit për pa di, kërkon falje publike Loredanës. Pas reagimit të fortë të Loredana Brati dhe paralajmërimit të saj për veprime ligjore, qytetari David Dano ka kërkuar falje publike për veprimet e tij, duke pranuar se situata ka dalë jashtë kontrollit dhe është keq interpretuar. Përplasja mes tyre nisi pas publikimit të një videoje ku Dano shfaqej duke puthur në faqe ish-banoren e Big Brother VIP, Loredana Brati. Më pas, në një intervistë, ai e quajti Loredanën simpatike, por prisja më shumë komente që sollën reagimin e menjëhershëm të influencueses, e cila akuzoi se po kërkonte vëmendje dhe paralajmëroi se do t'i drejtohej autoriteteve nëse emri i saj lakohej sërish. Në një deklaratë të re, David Dano është shprehur: "I kërkoj shumë falje publike Loredana Bratit. Lash vend për keqkuptime. Edhe unë jam vetëm një fan si saj dhe asgjë më shumë." Ai gjithashtu zbuloi se Loredana nuk kishte qenë fare në dieni për veprimin e tij. Për sa i përket asaj puthjeje, ajo nuk e dinte që do të ndodhte. Ishte një moment emocionues për mua, e gjitha ndodhi spontanisht. Madje debatuam pak dhe i shpjegova që isha thjesht shumë i emocionuar. Kjo kërkesë faljeje tregon një përpjekje të Davidit për ta mbyllur këtë çështje dhe për të shmangur për shkallëzimin e mëtejshëm të situatës. Ai konfirmon se veprimi ishte i pakontrolluar dhe jo i qëllimshëm për të krijuar polemik apo keqkuptime.